mbrëma. Të nderuar bashkëdhetar, të nderuar miq, zonja e zotrinj, ju e nderuar i mi dhe ju të dashur fëmijë, mirëmbrëma dhe mirë se vini në mbrëmjen Kërçovare 2017 e 15-ta radhasi. Programin artistik për ju sonte do ta prezantojnë unë, Ermira Huseni dhe unë, Faton Jusufi. Ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen dhe mirë se takohemi sërish në mbrëmjen Kërçovare 2017, e 15-ta me radhë. Më lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim personal të përshëndes kryetarin e komunës së Kërçovës Zotri Fatmir Dehari, kryetarin e komunës së Çajiri Zotri Zet Mexhitin, mikun e madh të Kërçovarëve. Akoma nuk kam informacion nëse kryetari Dehari e ka shpallur dhe Këshilli Komunal e ka shpallur për qytetar nderi të Kërçovës. Uroj që nëse jo, në një të ardhme të afërt të ta realizoj, sepse Zotri Mexhiti ka kontribuar jashtëzakonisht shumë në fitoren e madhe të Kërçovës në vitin 2013. Më lejoni që të kujtoj edhe një njeri i cili fatkeqësisht sonte nuk ndodhet në mesin tonë, por e lindi dhe u rrit bashkë me mbrëmjen Kërçovare dhe na mungon të gjithëve. Zotri Faj Kajron, apo të gjithë si që shkrisnim Xhefaikun, qofti pa harruar kujtimi për të, na mungon mbas 14 vitesh këtu, i cili nuk mungoi asnjëherë dhe dha një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë mbrëmje për të rritur. Tani të dashur miq, juftoj që për nder të shtetit Amerikan, për nder të mikut të shqiptarëve më të madh, për nder të vendit ku jetojmë, për nder të vendit ku rrisim dhe edukojmë fëmijët tanë, të ndjekim himnin e shtetit Amerikan interpretuar nga këngëtari dhe aktivisti i njohur i jon, Zotri Sali Shabani. Can you see by the dawn dirty light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam? Whose words and bright stars through the perilous fight? Oh, the ramparts we watched were so gallantly streamed, and the rockets' red glare, deep and bursting the air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave? që derdhet në venat tona, për të nderuar çdo dëshmor e martir. Ftoj të ndjeknin himnin më të bukur në botë, ai i cili na jep emocione të paharruara, himnin ton kombëtar. Ftoj në skenë me violin vogëlushin Elion Saliu. Këngëtari miljon nga Gjakova, Artan Bakia.
madheu në çdo vend, të drejtët besimdojve, tuar miqët nuk kanë. Të drejtët nuk I ndojve, tuar miqët nuk kanë. Faleminderit. Pas himnit, ftoj në sken zotin Faton Jusufi të recitoj një vjersh të Gjergj Fitëstës me titull Lam të mirë. Të nderuar miq, sonte për ndryshim nga mbrëmjet tjera, vendosa të recitoj një poezi të Gjergj Fishtës. Poezi në të cilën të gjithë ne, kush më shumë e kush më pak e gjen vete. Poezia në disa vende titullohet Lam të mirë dhe në vendet tjera titullohet si I dëbuari. Lam të mirë vendet e mia, që po zhdukeni dal nga dal, që më mdeti u shton duhia, lëkum dhe dvar kaval mbi val. Nesër nalje kur mbi ne, rrezja djelit kamera, kush e din sa uj edhe, mu prej teje kam me mda. Edhe m'pyt sharet mizore, edhe m'pyt shazoq të detit, se për ty moj tokë ardnore, s'ka me m'fol kush mu e qkretit. Vendin temu s'kam me pa, ku kam leja mburnue, sytë e mi edhe kanë me kja, pa u gjetë kush me ngushlue. Lam të mirë t'i shpija e parvet ku mas parit magoj drita, edhe miqët e babës ku I prita. Lam të mirë caranin votër, lam të mirë t'i nane motër, lam të mirë juan të shkreta, lam të mirë për sa që tjeta. Ju faleminderit. Dhe tani, për të hapur edhe këtë program artistik të sonqëm të mbrëmjes kërshovare 2017, ftoj të marri fjallën, kryetaren e mbrëmjes kërshovare 2017, doktoreshën e parë kërshovare këtu në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, zonjën Arlinda Elezi. Të nderuara zonja dhe zotëri, mirë mbrëma dhe mirë se erdhat në manifestimin tradicional Sofra Kërçovare 2017. Para se të them disa fjalë në lidhje me këtë manifestim, më lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Në veçanti, dua të falenderoj të gjithë anëtarët e kryesisë së shoqatës Uskana, të gjithë vullnetarët, në veçanti Gazi Band, të cilët duke mos përsyer asgjë nga vetja, me një angazhim maksimal munduan që kjo natë të jetë sa më madhështore. Një herit shfrytëzoj rastin që të përshëndes mysafirët tanë që na nderuan sonte në këtë mbrëmje. Në mesin tonë kemi konsullin general zotri Jakub Recep, kryetarin e komunitetit shqiptaro-amerikan, zotri Bujar Breznica, kemi kryetarin e shoqatës shqiptaro-amerikane në Rockford, zotri Bardhyl Ahmedi, kryetarin e shoqatës Prespa, Valdet Zyteja, kryetarin e shoqatës Çamëria, Ilir Ademi, kemi drejtoreshën e shkollës Shqipe, Kongresi Manastirit, zonjën Bardha Zendeli, si dhe drejtoreshën e shkollës Drita të Rockfordit, zonjën Lulie Elezi. Përshëndetje të posaçme për mysafirët nga vendlindja që udhëtuan enkas për këtë natë, kryetarin e komunës së Kërçovës, zotri Fatmir Deharin, I cili edhe kësaj radhe nuk pritoi të vi dhe të përcjell përshëndetjet nga bashkëdhetarët tanë, si dhe profesorin e muzikës, zotri Blerim Lutfiu, I cili bashkë me Salie dhe Albina Bajramin, përmes këngëve dhe valleve kërçovare, du të bëjnë të ndjejnë një aromë kërçove.
Nuk do të harrojmë edhe mikun Gjakovar, Artan Bakia, fitues i shumë festivaleve, i cili përmes këngëve popullore do të mundohet të bëjë këtë natë edhe më madhështore. Kjo mbrëmje, si çdo herë tjetër, ka një qëllim të vetëm, të bëjë të gjithë kërçovarët që jetojnë në këtë trem, të çmallen njëri me tjetrin, të shpalosin kujtimet, të qajnë hallet nga më të ndryshme, të argëtohen mes këngëve e valleve shqipe, për të cilët ndjejnë shumë mahë. E një heri, edhe fëmijët tanë të njihen me njëri tjetrin, të njihen me traditat kërçovare, muzikën dhe folklorin. Shpresojmë se edhe pse për pak qaste, kjo natë do të na bëjë të ndjehemi si në vendlindje. Dhe në fund, më lejoni të përshëndes edhe mjetet e informimit, si që është Radio Zërin e Shqiptarëve, Gazetën Iliria dhe TV Gurën, që gjithmonë gjejnë hapësirë për të pasqyruar aktivitetet e shoqatës dhe komunitetit tonë. Në fund, ju falenderoj të gjithëve dhe ju uroj një natë të harreshme. Ju falenderoj. Faleminderit Arlinda. Ftoj në skenë dy fëmijë të mrekullueshëm. Njëri është i madh faktikisht, por ajo është e vogël. Kur shikon që fëmijët marrin mundimin dhe të këndojnë këngë të cilat çdo njëri nga ne do t'i donte. Dhe ne si prind merr kuptim pozitiv e të këndshëm, kur sheh për kushtimin dhe suksesin e fëmijës. Por me këto fëmijë të rinj krenohemi ne dhe jo vetëm prindrit e tyre. Ftoj në skenë Bledian Ajron dhe Rea Bekteshi.